kthehet Vjosa Osmani, na kthehen Vjosa Osmani LDK. Po këtë pyetje pelon në fund, se më intereson LDK në këtë moment në këtë citat. Si e pa vendimin e gjykatës kushtetuese? Faktikisht në 2026 as nuk jena të okupuar prej Serbisë, as nuk na ka okupuar dikush, na nuk jena as kuvend. Ham kem kuvend, ham nuk kem kuvend. Ham kem president, ham nuk kem president. Çush shpjegon si situatë, si njëri pi pionerëve të politikës kosovare. Është rrjedhë logjike e kësaj partije politike, si partije e parë në Kosovë kanë fjalën, cila ka dalë edhe në zgjedhjet e 28 dhjetorit, gjitha vendimet e mëdha politike i ka sjellë gjykata kushtetuese. Tash e disa vjet, në veçanti 2025 ta ka më marrë në mend, si veti i cili edhe pse janë marrë zgjedhjet nuk janë implementuar zgjedhjet. Prap gjykata kushtetuese ka konstatu në rastin e Nenad Rashidit, tash të famshëm, kur zgjedh nën kryetari i kuvendit, dole që kuvendi nuk ka qenë i konstituum dhe përpasoj për herë të parë në historinë tonë nuk është implementuar vullneti qytetar. Tash prap është adresuar gjykatës kushtetuese, është procedural masa e përkohshme. Vitin e kaluar, ton vitin kemi qenë pa kuvend dhe pa president, pa qeveri. Këtë vit jemi edhe për pak ditë edhe pa president. Për pasoj, ka me qenë prap pa kuvend, prap me qeveri në detyrë, prap pa normalitet institucional në këtë republikë. Kështu që një numër i madh i vendimeve të gjykatës kushtetuese kanë konfirmuar shkeljen e rëndë kushtetuese, fatkeqësisht. Deri tash presim që tani ta zbardhë më shumë rrugën se si do të shkojmë në zgjedhje se diçka tjetër. Nuk ka alternativë tjetër ose propozim tjetër për gjykatës kushtetuese. Jo, sepse e dini tash, një hap i presidentes Vjosa Osmani, për shembull, e çon vendin zgjedhje me një rënë. Cili është ai hap? Dorëheqja. Vetëm para 5 prillit më ndodh, çdo ditë më ndodh, është vendi shkon në zgjedhje. Nuk ka më gjykata lëndë, nuk ka më objekt shqyrtimi. Por aja ka vendosur me e ushtru detyrën kushtetuese pa e kompliku. Procesi i zgjedhjes së saj u lan në minutën e fundit, hapin e 4 pas 28 dhjetorit. Do të më javë kujtu edhe një herë sondet qytetare. E para ishte konstituimi i kuvendit, e dyta ishte zgjedhja e qeverisë, e treta ishte miratimi i buxhetit dhe ratifikimi i disa ligjeve ndërkombëtare me impakte financiare. Ishte 4ta që erdhë si mundësi zgjedhja e presidentit, e cila dhe për cilën u pa çka ndodhi krejt kjo. Nuk e propozuan, nuk u propozu nga partia e parë, edhe pse me 28 dhjetor kanë hyrë në garë me Vjosa Osmanin. Ka 28 dhjetorin me Vjosa Osmanin? De facto ka qenë. Heshtja saj, kalon me kuptu që është? Jo, ja ka qenë detyrë, nuk ka mund të përzit, sepse zyrja asaj si organi më i lartë përfaqësues në Republikën e Kosovës, se është institucion përfaqësues, kuvendi përfaqëson sovranitetin e popullit, kuvendi është organi më i lartë këtë Republikë, na kena demokraci parlamentare. Ja s'ka pas drejt më përfshi, por këta veprimet që edhe mbrëmë i konfirmoi vetë presidentja, këta veprimet e vitit kalum, qojnë në ato që është përdore emni saj. Jo që aja ka pas farmarveshje, por aja konfirmoj mbrëm, Presidenti e Republikës e konfirmoj prom, që tha që kam qenë kandidate e vetme e kësaj partije politike. Presidentja konfirmoj prom, si tha e këmë donë datën 28 dhjetorin, i këmë rujt asysyt e balë, ta shtrojt pytja. A ka se Vjosa Osmani në detyrë të presidentës, e prom vetë deklaroj, ta e këmë donë tha datën, ka thonë je presidentja me mire shekullit 21, i këmë rujt asysyt e balit, i shprejk, ta kalzojnë, zgjej fakt të Albinit, ta këmë këty shpinën në ty, këmë bojkotu me Edi Ramën, me Grenellin. Prom presidentja boni be publikisht se so hakikat u ka ndaj Zotit Kurti. Unë duhet me përmen këtë aja që po ndodhë ditëve të fundit në raport me emrin e saj dhe detyrën e saj, si presidente, është e papranueshme. Denigrimi edhe kjo fushat që po shihet që është organizuar me kundër saj është e papranueshme. Edhe gjuha, edhe metoda, edhe forma. Zatën kjo është bo pjesë e mendësisë politike në Kosovë, ndaj gjithkujna, por ndaj presidentit Republikës më udhëheq diçka e tillë është definitivisht e papranueshme si e tillë, ndërsa në vlerësimin tonë tash delt edhe konfirmohet ajo që e kemi thonë edhe para fushatës që është përdorë emri i saj, për fushatë është përdorë. Nuk du me thonë që a është nga perspektiva tjetër, po du me thonë vetëm që njerëzve është thonë me votu partinë e parë, sepse binomi
Kurti Osmani. Kurti Osmani kanë me qenën të vetmit që i japin vendit institucione. Kjo më në të pjesëve sa mandi të vjosa, por para se me shku të kjo për punojnë atë vendimi gjykatës kushtetuse, edhe të shpërndarja e kuvendit. A mendoni që ka pas drejt presidenti apo shpërndarjen e kuvendit? Por çdo herë kur dështon kuvendi në zgjedhjen e organeve kushtetuese, në rastin e qeverisë, në rastin e presidentit, edhe në rastin e vetë konstituimit, për vetë vetën, quhet i dështum. Në momentin që quhet i dështum, atëherë është akti i cili pritet me ndodh. Shpërbërja e kuvendit. Na nuk e kemi shpërbo vetë vetën, sepse s'kemi qenë proces tillë, por presidenti nuk u zgjedh. Në momentin që hyn proces zgjedhjes presidentit, fillon procedura, ka fillu procedura. Me 4 mars a filloi procedura. Mbrëmje. Natën. Bile u përcjell me një seancë tjetër për ndryshimet kushtetuese, që ishte diçka e papritshme edhe jo befasuese për këtë parti politike, por befasueshme për popullin e Kosovës. Për 2 orë me ndryshu kushtetutën për një proces zgjedhor që e ki në dorë, që e ki një rezultat zgjedhor me mbështetje qytetare, që je partia e parë e konfirmume, që mundesh me dhënë vendit president, pa kompliku. Veç vullnet politik me pas. Zoti Aziri, punojmë të deklarata e presidentës. Presidenti atas që LDK-ja, lideri LDK-s i ka thonë që nuk e ka më mundësi mi adhon votat. Edhe tha ku më folta edhe me deputet LDK-s. Sikur të më kishë propozu, tha zoti Kurti, pa problemi kisha bo vota për president. A e kishë votu vjosen. Ta shë në situata tila, po pështëri si pyte se është tema, vazhdo me qenë tema kryesore. Thonë drejten, ambienti politik në LDK edhe procesin që kemi kalu, ne kemi prit me diskutu një emën të përveçëm. Edhe emni që unë e kom prit, si propozimi partisë parë me ardhen në kandidaturë eventuale, ka qenë i Vjosa Osmanit. Pe konfirmon, zoti Aziri, si kishi pas gjas me votu Vjosa. Ne kemi prit me u propozu nga partia parë. Ky ka qenë, nuk ka qenë sfidë për LDK, ka qenë pritje reale. Ne jemi racional në politikë dhe ne nuk kemi diskutu për emnat në brendshëm. Kandidatura eventuale, nëse ka një marrëveshje klasike, le themi në mes LDK-s edhe LVV-s, kish ardhë, ne kishmi diskutu. Si pas detyrës zyrtare, i bie Lumira Blegjikut me qenë kandidati parë, a i ka mujtë me thonën po ose jo, mandej nëse jo, kishmi diskutu për emna tjerë. Por nuk kemi diskutu, ne jemi morë vesh parimisht, që nuk ka nevoj me diskutu për emna përveçëm. Ne do të mësënu të mundshme, një të dëshirushme. Po presim se ka mundësi që partia parë, që partia parë na tërshëm me kandidu Vjosa Osmanin në mandatin e dytë. Sepse fundja... Aja këshillon vota, zoti Aziri. Leta e bëjnë një spjegim. Vitin 2011, ata nuk ja kanë dhonën mundësin Vjosa Osmanit. Aja ka fitu. 2011 ka qenë barë që e lisës në vetë vendosje, ka pas iniciativën politike Guxo,